Të gjithë në rezidencë kishin vdekje nga frika prej bashkëshortes së milionerit, askush nuk guxonte ta kundërshtonte atë. Punonisit qanin në heshtje ndërsa ajo kontrollonte gjithçka me manipulim dhe mizori. Por gjithçka filloi të ndryshonte ditën kur një pastruese e thjesht u shfaq në atë shtëpi. Nëse kjo histori e bukur tej kalimi dhe dashurie ju interesoi, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Rezidenca ngrihej madhështore në zemër të zonës së Rolling Hills në Tiranë, si një kala prej gurësh të çelur dhe dritaresh gjigante që pasqyronin diellin e pasdites. E rrethuar nga mure të larta të mbuluara me dredh të krahasitur në mënyrë perfekte, prona zinte një blok të tërë dhe dukej sikur ishte pezull në kohë, e huaj për zhurmën e qytetit që rrite matan portave të hekurta. Kopshte të patëmet, shatërvan mermeri dhe një garazh që mbante makina të shtrenjta të importuara përbënin një sken pasurie absolute. Por kush e njihte atë vend nga afër, e dinte se, pas bukurisë arkitekturore dhe luksit të dukshëm, kishte diçka që e bënte ajrin më të rëndë dhe heshtjen më shqetësuese. Bora shtrëngonte rripin e çantës me forcë ndërsa kalonte portën anësore për herë të parë. Ishte 32 vjeç, me flokë gështenjë të drejtë që i rrinin deri te shpatullat dhe sy vëzhgues që kapnin çdo detaj përreth. Kishte veshur një uniformë të thjeshtë dhe modeste, si të gjitha punonjësit e tjera të shtëpisë, por mbante mbi shpinë një peshk të padukshme që askush aty nuk mund ta imagjinonte. Nuk ishte në atë rezidencë vetëm për të pastruar dyshemet prej mermeri apo për të rregulluar enët e holla të porcelanit. Kishte një qëllim shumë më të madh, një mision që e kishte marrë përsipër pas muajsh planifikimi të çdo hapi. Dhe tani, më në fund, ishte brenda. Kryeshërbëtorja që e priti në hyrjen e pasme ishte një grua rreth të 60-tave, e dobët dhe e kërrusur sikur pesha e viteve të punës t'i kishte modeluar trupin. Zonja Shpresa kishte sy të lodhur dhe një buzëqeshje që nuk arrinte të plotësoj. Fliste me zë të ulët, pothuajse duke përshpëritur, ndërsa i tregonte dhomat dhe i shpjegonte rregullat e shtëpisë. Bora e vuri re menjëherë që gruaja shmangte zhurmën, sikur thjesht akti i ecjes mund të zgjonte diçka të rrezikshme. Heshtje. Pastërti e patëmet. Asnjë objekt jashtë vendit. Asnjë zhurmë e panevojshme. Këto ishin rregullat e para që zonja Shpresa përsëriste me zë të mbytur. Bora dëgjonte me vëmendje, duke bërë pyetje diskrete dhe duke vëzhguar çdo reagim të kryeshërbëtores. Kishte frikë në ata sy. Frikë të vërtetë. Nuk ishte vetëm nervozizmi i dikujt që druej se mos humbiste punën. Ishte diçka më e thellë, sikur gruaja jetonte në buzë të një humnere të padukshme. Ndërsa kalonte nëpër korridoret e gjera të dekoruara me piktura të shtrenjta dhe mobilje prej druri fisnik, Bora ndjente mjedisin e rezidencës ta mbështillte si një mjegull e ftohtë. Gjithçka ishte tepër perfekte. Çdo jastëk, çdo vazo, çdo perde dukej se ishte vendosur me saktësi milimetrike. Nuk kishte jetë në atë vend. Nuk kishte ngrohtësi njerëzore. Ishte sikur shtëpia merrte frym vetëm përmes ajrit të kontrolluar të asaj që e komandonte. Zonja e shtëpisë ende nuk ishte shfaqur. Zonja Shpresa e përmendte emrin e saj me nderim dhe kujdes, duke e ulur gjithmonë tonin e zërit kur shqiptonte emrin Valbona. Tregonte se zonja e shtëpisë kishte rutina specifike, orare strikte dhe pritshmëri shumë të larta. Çdo gabim, sado i vogël, mund të sillte pasoja të rënda. Bora pyeti me natyrshmëri nëse zonja Shpresa punonte aty prej kohësh. Përgjigjja erdhi e shoqëruar me një pëshertim të rëndë. 15 vjet. 15 vjet duke i shërbyer asaj familjeje, duke parë punonjësit që vinin dhe zhdukeshin pa shpjegim, duke dëshmuar ndryshime të heshtura që askush nuk guxonte t'i vinte në dyshim. Zonja Shpresa nuk hynte në detaje, por pesha e fjalëve të pathëna mbetej pezull në ajër. Bora ndjeu se ishte në vendin e duhur. Diçka e gabuar po ndodhte në atë shtëpi dhe ajo ishte e vendosur të zbulonte se çfarë. Takimi i parë me Valbonën ndodhi mëngjesin tjetër. Bora po rregullonte bibliotekën kur dëgjoi hapa të sigurt që zbrisnin shkallët prej mermeri. U kthye diskretisht dhe pa një grua rreth. Të dyzetave, të lartë, elegante, me flokë biond të krejur në mënyrë perfekte dhe një fustan bezh që kushtonte më shumë se sa Bora do të fitonte në një vit të tërë. Valbona kishte një fytyrë të bukur, tipare delikate dhe një buzëqeshje që mund të gënjente këdo. Por syt ishin ndryshe. Të ftohtë. Llogaritës. Sikur ishin gjithmonë duke vlerësuar, matur, gjykuar.
Ajo e përshëndeti Borën me një edukat të egzageruar, duke bërë pyetje për përvojën e saj të mëparshme dhe duke lavdëruar rregullimin e bibliotekës. Zëri ishte i ëmbël, pothuajse amësor, por Bora vuri re diçka shqetësuese. Ndërsa fliste me të, Valbona e mbante vështrimin fiks, pa i mbyllur syt, sikur po lexonte çdo mendim të fshehur. Ishte një vështrim që pushtonte, që zhvishte çdo përpjekje për mbrojtje. Bora buzëqeshi mbrapsht, e falenderoi për lavdërimet dhe u përgjigj me një përulësi të studiuar. Por për brenda, zemra i rrahu fort. Ishte përpara personit që të gjithë i druheshin dhe tani e kuptonte pse. Në ditët në vijim, Bora filloi të vëzhgonte dinamikën e shtëpisë me vëmendje të hollësishme. Vinte re se si punonjësit lëviznin si hije, duke shmangur takimin me Valbonën nëpër korridore. Vinte re se si heshtja intensifikoi kur ajo hynte në një dhomë. Shihte se si zonja Shpresa dridhej kur thirrej për biseda private në zyrën e zonjës. Dhe filloi të identifikonte një model tmerrues. Përulja ishte konstante, por kur skandaloze. Valbona nuk bërtiste kurrë. Nuk kishte nevojë. Arma e saj ishte fjala e mbret, komenti i helmuar i maskuar si shqetësim, kritika që të shkatëronte nga brenda. Një gotë e vendosur keq në tavolinën e ngrënies sillte një qortim prej 15 minutash mbi paftësinë dhe mungesën e respektit. Një tapet me një shenjë minimale pa pastërtie shndërrohej në provë të pakujdesisë dhe papërgjegjshmërisë. Çdo gabim, i vërtet apo i shpikur, përdorej për t'u kujtuar punonjësve se ata ishin të zëvendësueshëm, të papërfillshëm, të padenjë për besim. Bora dëshmoi një skenë që e la të ngrirë. Zonja Shpresa kishte përgatitur një darkë speciale dhe bëri një gabim në erzat e mishit. Valbona i thiri të gjithë punonjësit në dhomën e ngrënies dhe, përpara të gjithëve, e detyroi kryeshërbëtoren ta provonte pjatën ndërsa përshkruante çdo defekt me detaje mizore. Përulja zgjati 10 minuta. Zonja Shpresa qau në heshtje, duke kërkuar falje vazhdimisht, ndërsa punonjësit e tjerë shinin me kokë ulur, të lehtësuar që nuk ishin ata shënjestra këtë herë. Por ajo që e shokoi më shumë Borën ishte çfarë ndodhi më pas. Kur bashkëshorti i Valbonës erdhi në shtëpi atë natë, ajo u transformua plotësisht. Buzëqeshi, e përqafoi Edmondin me dashuri, lavdëroi darkën që zonja Shpresa kishte përgatitur dhe u soll si bashkëshortja perfekte. Edmondi ishte një burr rreth të 50-tave, me flokë të thinjur, me shpatulla të kërrusura nga lodhja. Duke i raskapitur, i largët, sikur jetonte në një botë paralele brenda shtëpisë së tij. Ai i buzëqeshi Valbonës me mirënjohje, i kapi dorën me dashuri dhe nuk vuri re asgjë nga ajo që kishte ndodhur orë më parë. Bora e kuptoi në atë moment se ishte përpara një aktoreje. Valbona e dinte saktësisht se si të sillej në çdo situatë, si të manipulonte perceptimet dhe të ndërtonte realitete të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Përpara burrit ishte bashkëshortja e përkushtuar. Në mungesë të tij bëhej tirania që të gjithë i trembeshin. Dhe më e tmerrshmja ishte se askush brenda asaj shtëpie nuk kishte guxim t'i tregonte të vërtetën Edmondit. Gjatë natës, ndërsa pushonte në dhomën e vogël që i kishin caktuar në fund të pronës, Bora reflektoi mbi atë që kishte zbuluar deri atëherë. Mendoi për motivin që e kishte sjellë në atë rezidencë. Mendoi për familjen e Edmondit që prej vitesh përpiqej t'i afrohej pa sukses. Mendoi për miqësitë e prishura, për angazhimet e anuluara, për izolimin në rritje të një burri që dikur ishte social dhe bujar. Dhe tani e kuptonte se si ishte ndërtuar e gjithë kjo. Valbona nuk e kishte pushtuar vetëm Edmondin. Ajo e kishte rrethuar, izoluar dhe shndërruar në një të burgosur emocional brenda shtëpisë së tij. Dhe e bënte këtë me aq hollësi, me aq saktësi, saqë askush nga jashtë nuk do ta vinte re kurrë. Për shoqërinë, Valbona ishte bashkëshortja shembullore. Për ata që jetonin nën të njëjtën çati, ajo ishte personifikimi i frikës. Bora e dinte se i duheshin prova. Nuk mjaftonte vetëm të dëshmonte. Duhej të gjente diçka konkrete që do të zbulonte se kush ishte në të vërtetë Valbona. Dhe ishte e sigurt se këto sekrete ishin të fshehura diku në atë rezidencë. Mëngjesin tjetër, ndërsa pastronte sallonin e hyrjes, Bora dëgjoi një zë të brishtë që vinte nga kati i sipërm. Ishte zonja Fatime, gjyshja e Edmondit, një zonjë 83 vjeçare që jetonte në krahun lindor të shtëpisë. Bora kishte dëgjuar për të, por ende nuk e kishte takuar personalisht. Zonja Shpresa kishte komentuar se e moshuara ishte me shëndet të ligështuar dhe kalonte pjesën më të madhe të kohës në dhomën e saj.
E kuriozuar, Bora unë gjithë shkallëve në heshtje dhe gjeti zonjën Fatime të ullur në një koltuk pranë dritares, duke parë kopshtet me një shprehje të largët. Zonja kishte flokë të bardhë të kapur topuz, rrudha të thella që tregonin histori të një jete të gjatë dhe sy që, pavarësisht moshës, ende shkëlqenin me kthjelltësi. Kur vuri re praninë e Borës, zonja Fatime buzëqeshi me mirësi dhe i bëri shenjë që të afrohej. Biseduan shkurt. E moshuara pyeti për punonjësen e re, komentoi motin dhe lavdëroi kopshtet që mund të shihten nga dritarja. Por pastaj, pa pritur, shpreha e saj ndryshoi. U bë serioze, pothuajse e trembur, dhe i kapi dorën Borës me një forcë surprizuese. Kujdes prej saj, pëshpëriti zonja. Zonja Fatime nuk përmendi emra, por Bora e kuptoi në mënyrë perfekte. Gjyshja e Edmondit dinte diçka. Kishte parë diçka. Dhe po përpiqej ta paralajmëronte. Përpara se të mund të pyeste më shumë, dëgjuan hapa që afroheshin. Valbona u shfaq në derën e dhomës me një buzëqeshje të edukuar dhe një tabaka me medikamente. E përshëndeti Borën me një mirësjellje të rreme dhe i kërkoi që të kthehej në detyrat e saj. Ndërsa zbriste shkallët, Bora pa prapa dhe pa Valbonën duke i dhënë disa kokra zonjes Fatime, e cila i pranonte me dorëzim. Atë natë, Bora nuk mundi të flinte. E shtrirë në krevatin e ngushtë të dhomës së pasme, dëgjonte zhurmat e largëta të rezidencës. Kërcitjen e një dere, hapa të mbytur nga tapeti, erën që rrihte dritarët. Mendonte për zonjën Fatime, për atë vështrim të trembur dhe paralajmërimin e pëshpëritur. Mendonte për zonjën Shpresa, të kërrusur nga pesha e 15 viteve të përuljeve të heshtura. Mendonte për Edmondin, një burr që dukej se jetonte si fantazm brenda shtëpisë së tij, i izoluar nga gjithçka dhe gjithkush që dikur donte. Dhe pyeste veten se edhe sa kohë do të ishte aftë ta mbante atë farsë. Edhe sa kohë do të arrinte të hiqej sikur ishte vetëm një pastruese tjetër e trembur, me kokë ulur, duke pritur urdhra dhe duke shmangur probleme. Edhe sa kohë derisa Valbona të fillonte të dyshonte, të hetonte, të zbulonte krisjet në historinë që Bora kishte ndërtuar për të hyrë në atë shtëpi. U ngrit nga krevati dhe eci deri te dritarja e vogël që shihte nga kopshtet e pasme. Hëna ndriçonte pemët e krasitura në mënyrë perfekte, lulet e organizuara në vazo gjeometrike, rrugicën me gur që të çonte te pishina e mbuluar. Gjithçka aq e bukur. Gjithçka aq perfekte. Gjithçka aq e rreme. Bora mbështeti ballin në xhamin e ftohtë dhe mbylli sytë. Kujtoi ditën kur mori telefonatën që ndryshoi gjithçka. Ishte motra e Edmondit, një grua e dëshpëruar që nuk e kishte parë të vëllain prej gati 3 vjetësh. Ajo tregonte me zë të mbytur se si Edmondi ishte larguar gradualisht nga familja, duke anuluar drekat, duke injoruar ditëlindjet, duke shpikur justifikime gjithnjë e më të dobëta. Në fillim, të gjithë menduan se ishte vetëm stresi i punës apo përshtatja me martesën. Por me kohën e kuptuan se diçka ishte shumë gabim. Telefonatat e Edmondit u bën gjithnjë e më të rralla dhe të kontrolluara. Kur përgjigjej duke i lodhur i largët, sikur po lexonte një skenar të mësuar përmendësh. Fliste gjithmonë mirë për Valbonën, lavdëronte për kushtimin e saj, falënderonte për kujdesin. Por kur nuk pyeste për familjen. Kur nuk shfaqte interes për t'i parë. Ishte sikur të ishte fshirë nga brenda, ishte ndëruar në një version bosh të vetvetes. Familja provoi gjithçka. Vizituan rezidencën, por Valbona gjithmonë i priste me edukat të tepruar dhe gjente arsye për t'i shkurtuar vizitat. Edmondi ishte i lodhur, kishte mbledhje të rëndësishme, nuk ndihej mirë. Gjithmonë kishte një justifikim. Dhe kur më në fund arrinin të flisnin me të vetëm për pak minuta, vinin re se sa shumë kishte ndryshuar. Shpatullat e kërrusura, vështrimi pa shkëlqim, zëri monoton. Ishte sikur po jetonte në një gjendje permanente raskapitjeje. Atëherë motra e Edmondit vendosi të punsonte dik për të hetuar. Duhej të kuptonte se çfarë po ndodhte brenda asaj rezidence. I duheshin prova për t'i treguar të vëllait se po manipulohej. Dhe Bora, me përvojën e saj diskrete dhe aftësinë për të kaluar pa u vënë re, ishte personi i zgjedhur për këtë mision. Bora hapi sytë dhe pa sërish kopshtet e ndriçuara nga hëna. E dinte se e kishte pranuar këtë punë jo vetëm për paratë, por sepse historia e Edmondit bënte jehon me diçka në jetën e saj. Edhe ajo e njihte ndjenjen e të qenit e bllokuar në një rrjet të padukshme. Edhe ajo e dinte çfarë do të thoshte të jetoje nën kontrollin e dikujt.
që përdorte fjalët si armë dhe e shndërronte dashurinë në pranga. Dhe kishte sekretet e veta të ruajtura me kujdes. Sekrete që askush në atë shtëpi nuk mund t'i zbulonte. Sepse nëse Valbona do të zbulonte se kush ishte në të vërtet Bora, nëse do të zbërthente shtresat e gënjeshtrave që e sollën deri këtu, lufta e heshtur që kishte filluar në atë rezidencë do të shndërrohej në diçka shumë më të rrezikshme. Bora preku flokët me gishta, duke ndjerë teksturën e njohur në majat e gishtave të saj. Askush aty nuk e dinte se ato fije nuk ishin të saja. Askush nuk e imagjinonte se çfarë fshihte ajo nën atë pamje të zakonshme. Dhe për sa kohë ky sekret do të mbetej i mbrojtur, ajo do të kishte një shans për të përmbushur misionin e saj. U kthye në krevat dhe tërhoqi batanien deri te mjekra. Nesër do të ishte një ditë tjetër vëzhgimi, një ditë tjetër shtirjeje, një ditë tjetër duke lëvizur në përhijet e asaj rezidence luksoze. Duhej të ishte e duruar. Duhej të ishte e kujdesshme. Sepse e dinte se Valbona nuk ishte vetëm mizore. Ishte inteligjente, llogaritëse dhe e rrezikshme. Dhe Bora ishte absolutisht e sigurt se diku në atë shtëpi ekzistonin sekrete shumë më të mëdha se sa kushdo mund ta imagjinonte. Sekrete që do të shpjegonin jo vetëm çfarë po ndodhte me Edmondin, por ndoshta do të zbulonin një model shumë më të errët. Për momentin duhej të vazhdonte të ishte e padukshme. Duke vëzhguar çdo lëvizje, duke dëgjuar çdo bisedë, duke mbledhur çdo fragment të së vërtetës të fshehur mes atyre mureve të mbuluara me piktura të shtrenjta dhe tapete persiane. Sepse Bora nuk ishte vetëm një punonjëse e përkohshme. Nuk ishte vetëm një hetuese e punësuar. Ishte dikush që e kuptonte në mënyrë perfekte çfarë do të thoshte të jetoje me frikë. Dikush që njihte dhimbjen e mbajtjes së sekreteve të rënda. Dikush që e dinte saktësisht se si ishte të ndihesh e vogël përballë një fuqie të padukshme. Dhe ky kuptim i thellë, kjo empati e lindur nga përvojat e dhimbshme, ishte pikërisht ajo që e bënte atë personin e duhur për t'u përballur me Valbonën. Sepse për të mposhtur një grabitçar, her pas here duhet të njohësh ndjenjen e të qenit i gjuajtur. Bora mbylli sytë dhe u përpoq të flinte, duke e ditur se ditët e ardhshme do të sillnin zbulime shqetësuese. E dinte se po hynte në territor të rrezikshëm, ku çdo hap duhej llogaritur dhe çdo fjalë duhej matur me kujdes. Por nuk do të tërhiqej. Nuk mundej. Sepse tani që kishte parë frikën në sytë e zonjës Shpresa, kishte dëgjuar paralajmërimin e dëshpëruar të zonjës Fatime dhe kishte vënë re vetminë e thellë të Edmondit, ndihej përgjegjëse për të gjithë ata. Dhe nuk do të dilte nga ajo rezidencë derisa të arrinte të lironte çdo person të kapur në atë rrjet manipulimi. Edhe nëse kjo do të thoshte të ekspozonte sekretet e veta. Edhe nëse kjo do të thoshte të përballej me frikërat e veta. Sepse ndonjëherë mendoi Bora përpara se më në fund ta zinte gjumi, e vetmja mënyrë për të shpuar të tjerët është që fillimisht të gjesh guximin për të shpëtuar veten. Ditët në vijim sollën zbulime që Bora nuk priste t'i gjente aq shpejt. Rutina e rezidencës ndishte një model strikt dhe të parashikueshëm, por ishin pikërisht në devijimet e vogla, në përjashtimet e llogaritura, ku natyra e vërtetë e Valbonës zbulohej me një qartësi shqetësuese. Bora mësoi shpejt se e njëjtja ishte dita kur Edmondi dilte për mbledhje në zyrë dhe kthehej vetëm në fund të pasdites. Ishte në këto ditë kur Valbona lëshoi plotësisht, pa pasur nevojë të mbante maskën e bashkëshortes së përkushtuar. Dhe ishte në një të enjte me shi të majit që Bora dëshmoi diçka që e bëri të kuptonte dimensionin real të kontrollit të ushtruar në atë shtëpi. Guzhiniere, një grua e quajtur Lirje që punonte aty prej 8 vitesh, kishte përgatitur mëngjesin me të njëjtin përkushtim si gjithmonë. Gjithçka ishte e patëmedh. Frutat e prera në forma delikate, bukët e ngrohta, lëngu i shtrydhur në moment. Por kur Valbona zbriti për të ngrënë mëngjes, mori një fet bukë të thekur, e ekzaminoi për disa sekonda dhe thjesht e hodhi në kosh. Pastaj e pa Lirjen me atë buzëqeshje të ftohtë që Bora tashmë kishte mësuar ta njihte. "Është e djegur," tha Valbona me zë të qetë. Lirje u përpoq të shpjegonte se e kishte thekur saktësisht në pikën që zonja gjithmonë kërkonte, por u ndërpre me një gest të dorës. Valbona nuk donte shpjegime. Donte nënshtrim. Dhe kaloi 10 minutat e ardhshme duke përshkruar me detaje të dhimbshme se si Lirje po plaket, po bëhet e ngadalë dhe e pakujdesshme. Se si ndoshta ishte koha për të punësuar dikë më të ri, më të vëmendshëm, më kompetent. Bora vëzhgonte gjithçka nga dhoma ngjitur, duke u hequr sikur po rregullonte raftet.
pa lotët e heshtur që rridhnin në fytyrën e Liries. Pa se si kuzhinierja kërruset edhe më shumë, duke kërkuar falje vazhdimisht, duke premtuar se do të bënte më mirë. Dhe pa, me një qartësi tmerruese. Se si Valbona dukej se ushqej me atë dhimbje, sikur për ulja e tjetrit i jepte energji. Kur Lirie u kthye në kuzhinë e shkatëruar, Valbona thjesht mori një fet tjetër buke, e hëngri e qetë dhe vazhdoi ditën e saj. Sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Sikur shkatërimi emocional i dikujt të ishte vetëm një detyrë tjetër e mëngjesit. Bora ndjeu zemërimin t'i ngjitej në fyt, por u kontrollua. Nuk mund të reagonte. Nuk mund të ekspozohej. Ende jo. Duhej të kuptonte plotësisht sistemin përpara se të përpiqej ta çmontonte. Dhe sa më shumë vëzhgonte, aq më shumë e kuptonte se Valbona nuk vepronte me impuls. Çdo sulm ishte i llogaritur, çdo përulje kishte një qëllim specifik. Atë pasdite, ndërsa pastronte zyrën e Edmondit, Bora gjeti diçka interesante. Fotografi të vjetra të ruajtura në një sirtar që përdorej rrallë. Ishin imazhe të një kohe tjetër, kur Edmondi ende buzëqeshte me sy, kur kishte miq rreth tij, kur dukej vërtet i gjallë. Kishte foto të tij me familjen, në festa, në udhëtime. Dhe në asnjë prej tyre Valbona nuk shfaqej. Bora mori një fotografi specifike që i tërhoqi vëmendjen. Edmondi ishte pranë një burri të njëjtës moshë, të dy duke buzëqeshur gjerësisht, me krahët mbi shpatullat e njëri tjetrit. Në anën e pasme ishte shkruar, Arbeni dhe unë, dhërmi, 2015. Shkrimi ishte i Edmondit, i shpenguar dhe i lumtur. Bora e ruajti në mendje atë emër. Arbeni. Një mik i ngushtë që, siç duket, nuk bënte më pjesë në jetën e Edmondit. Vazhdoi hetimin diskretisht. Gjeti një agjent të vjetër, të 2 viteve më parë, plot me angazhime sociale, darka, takime biznesi. Shkrimi i Edmondit mbushte faqet me entuziazëm. Por pastaj, gradualisht, angazhimet fillonin të fshiheshin. Anulime të ndjekura nga justifikime të shënuara anash. Dhimbje koke. Valbona nuk është mirë. Duhet të rri në shtëpi. Shumë i lodhur. Dhe pastaj, në pjesën e fundit të agjendës, faqet mbeteshin praktikisht bosh. Sikur jeta sociale e Edmondit të ishte fshirë plotësisht. Bora e mbylli sirtarin me kujdes dhe ndjeu një shtrëngim në gjoks. Po shihte, të dokumentuar në letër, procesin e izolimit të një burri. Më vonë atë ditë, ndërsa organizonte rrobat në dollapin e çiftit, Bora dëgjoi zëra që vinin nga dhoma. Valbona ishte në telefon dhe nga toni i zërit nuk priste që të dëgjojë. Bora mbeti e palvizur pas derës së gjysmëhapur, duke mbajtur frymën. Ai as nuk e vëre, thoshte Valbona me një të qeshur të ulët. Mendon se ishte ideja e tij. Që zgjodhi të largohej. I shkreti Edmond. Aq i zgjuar për bizneset, aq naiv për çdo gjë tjetër. Zëri nga ana tjetër ishte i padëgjueshëm, por Valbona vazhdoi, mos u shqetëso. E di saktësisht çfarë po bëj. Çdo person që ai donte u largua me kujdes. Çdo miqësi u helmua pak nga pak. Dhe ai beson se të gjithë e braktisën. Që mbeta vetëm unë. Bora ndjeu zemrën t'i rrahte fort. Po dëgjonte një rrëfim. Një pranim të qartë dhe të ftohtë të një manipulimi sistematik. Deshi ta regjistronte, deshi të dëshmonte, por e dinte se nuk mundej. Çdo lëvizje do të diktohej. Kështu që mbeti e palvizur, duke dëgjuar çdo fjalë me vëmendje absolute. Valbona e mbylli telefonatën dhe doli nga dhoma. Bora priti disa minuta përpara se të lëvizte, duke marrë frym thellë për të qetësuar nervat. Tani ishte e sigurt. Edmondi nuk ishte larguar nga familja me dëshirë. Ishte izoluar qëllimisht. Dhe Valbona jo vetëm që e lejonte këtë. Ajo orkestronte gjithçka. Atë natë, Bora kërkoi zonjën Fatime. E dinte se e moshuara kishte informacione të rëndësishme, por duhej ta gjente në një moment kur Valbona nuk ishte rrotull. E gjeti mundësinë kur zonja e shtëpisë doli për një aktivitet bamirësie në qendër të qytetit. U ngjit në dhomën e zonjës Fatime dhe trokiti lehtë në derë. Zonja e priti me një buzëqeshje të lodhur dhe i bëri shenjë të hynte. Dhoma ishte komode, e dekoruar me mobilje të vjetra dhe fotografi familjare. Bora e njohu Edmondin në disa prej tyre, gjithmonë duke buzëqeshur, gjithmonë i rrethuar nga njerëz. U ulën bashk pranë dritares.
Zonja Fatime i kapi dorën Borës dhe e pa në sy me një intensitet surprizues. E di që ti nuk je vetëm një pastruese, tha e moshuara me zë të dobët por të sigurt. Mund ta shoh. Ti po kërkon diçka. Po përpiqesh të kuptosh. Bora nuk e mohoi. Pohoi me kokë ngadalë dhe pyeti nëse zonja Fatime mund t'i tregonte çfarë dinte. Zonja mbylli sytë për një moment, sikur po mblidhte forcat për të folur për diçka të dhimbshme. Kur Valbona erdhi në jetën tona, 4 vite më parë, Edmondi ishte i prekshëm, filloi zonja Fatime. Sapo kishte humbur një kontratë të madhe pune. Ishte i dekurajuar, kishte nevojë për mbështetje. Ajo u shfaq si një engjëll. E bukur, e vëmendshme, e interesuar. E bëri Edmondin për vete në pak javë. Dhe ne, naivët, menduam se ishte dashuri e vërtetë. E moshuara hapi sytë dhe pa fotografit në mur, por shpejt e kuptova se diçka ishte gabim. Gjëra të vogla. Ajo gjithmonë gjente arsye që Edmondi të mos vizitonte familjen. Gjithmonë kishte dhimbje koke kur linim darka. Gjithmonë shpikte angazhime kur planifikonim udhëtime bashkë. Dhe Edmondi, i dashuruar dhe i verbër, pranonte gjithçka. Zonja Fatime tregoi se si Valbona filloi të mbillte farat e mosbesimit. Komente të holla për anëtarët e familjes. Insinuata për qëllimet e miqve të Edmondit. Sugjerime se të gjithë donin vetëm parat e tij, influencën e tij. Dhe Edmondi, i dobësuar dhe i manipuluar, filloi të besonte. U përpoqja ta paralajmëroja, vazhdoi zonja me zë të mbytur. Por Valbona është shumë inteligjente. E shndërroi shqetësimin tim në xhelozi. E bëri Edmondin të besonte se unë nuk e pranoja martesën sepse doja ta kontrolloja. Dhe kur insistova, ajo sugjeroi se unë po bëhesha e konfuzuar, se mosha po më bënte paranojak. Bora ja shtrëngoi dorën të moshuarës. E pyeti për medikamentet që shite Valbonën t'ia jepte zonjës Fatime çdo ditë. Zonja pshertiu thellë. Janë shumë. Më shumë se sa mjeku përshkroi. Sa herë që e pyes, ajo thot se është udhëzim i ri, se foli me mjekët. Por ndihem gjithnjë e më shumë e konfuzuar, më e lodhur. Ndonjëherë kam vështirësi t'i kujtoj gjërat. Dhe kur përpiqem t'i tregoj diçka të rëndësishme Edmondit, duket sikur fjalët nuk dalin siç duhet. Bora ndjeu zemërimin të rritej sërish. Valbona nuk po izolonte vetëm Edmondin, po neutralizonte personin e vetëm në shtëpi që mund të zbulonte të vërtetën. Po përdorte medikamentet për të konfuzuar zonjën Fatime, për ta bërë një dëshmitare të pabesueshme. E pyeti nëse zonja kujtonte diçka specifike që Valbona kishte bërë apo thënë. Zonja Fatime mendoi për një moment dhe pastaj sytë e saj u zgjeruan, sikur një kujtim i harruar ishte rishfaqur. Një natë, para disa muajsh, u zgjova natën vonë dhe dëgjova zëra që vinin nga kuzhina. Zbritra ngadalë dhe pash Valbonën duke trazuar diçka. Kur ajo vuri re pranin time, e fsheu shpejt dhe buzëqeshi. Tha se po përgatiste një çaj për Edmondin, se ai kishte vështirësi për të fjetur. Por shpreja në fytyrën e saj. Bora, kur nuk kam parë dikë të shite në atë mënyrë. Ishte. Ajo dukej e lumtur. E lumtur duke përgatitur diçka për të. Borës i shkuan mornica në shtat. E pyeti nëse Edmondi e kishte pirë atë çaj. Zonja Fatime pohoi, duke shpjeguar se të nesërmen ai ishte veçanërisht i lodhur, i konfuzuar, i paftë për t'u përqendruar në mbledhje të rëndësishme. Ishte hera e parë që ai anuloi mbledhje pune, kujtoi e moshuara. Dhe pas kësaj, ndodhi më shumë herë. Sa herë që Valbona përgatiste ato çajrat special, Edmondi mbetej i raskapitur për ditë të tëra. Dhe ajo u thoshte të gjithëve se ai ishte i stresuar, se kishte nevojë për pushim, se nuk duhej të shqetësohej. Bora kishte nevojë për prova. Kishte nevojë për diçka konkrete që do ta lidhte Valbonën me një manipulim më të thellë. Dhe e dinte se ato prova ishin të fshehura diku në rezidencë. E falenderoi zonjën Fatime dhe i premtoi se do të bënte gjithçka që kishte në dorë për ta ndihmuar. E moshuara ja shtrëngoi dorën fort dhe përshpëriti një paralajmërim të fundit. Kujdes, Bora. Ajo është e rrezikshme në një mënyrë që ti ende nuk e kupton plotësisht. Nuk është vetëm mizore. Është e duruar. Metikuloze. Dhe kur zbulon se dikush është kundër saj, ajo nuk reagon me zemërim. Reagon me një plan. Dhe planet e saj janë gjithmonë shkatëruese.
Bora u kthye në dhomën e saj me mendjen që i punonte me shpejtësi. E dinte se duhej të vepronte shpejt, por me kujdes ekstrem. Valbona ishte tashmë mjaftueshëm e dyshim. Çdo hap i gabuar mund të shkatëronte të gjithë hetimin. U shtri në krevat dhe mendoi për gjithçka që kishte zbuluar. Izolimin sistematik të Edmondit. Neutralizimin e zonjës Fatime. Çajrat misterios. Dhe atë bisedë telefonike ku Valbona pranonte me një ftohtësi tmerruese se po manipulonte gjithçka. Por diçka ende nuk përputhej. Pse? Pse Valbona bënte gjithë këtë? Ishte vetëm për para? Për pushtet? Apo kishte diçka më të thellë, më shqetësuese, që motivonte atë mizori metikuloze? Bora ishte e sigurt se përgjigjja ishte e ruajtur diku. Dhe ishte e vendosur ta gjente. Edhe nëse kjo do të thoshte të hynte në territore gjithnjë e më të rrezikshme. Edhe nëse kjo do të thoshte të vendosej direkt në rrugën e një gruaje që, siç kishte paralajmëruar zonja Fatime, ishte shumë më e rrezikshme se sa kushdo mund ta imagjinonte. Mbylli syt dhe mori frym thellë. Nesër do të vazhdonte hetimin. Nesër do të kërkonte ato prova përfundimtare. Sepse tani nuk po e bënte këtë vetëm për motrën e Edmondit apo për familjen e largët. Po e bënte për zonjën Shpresa, për Lirien, për zonjën Fatime dhe për të gjithë ata që jetonin të burgosur në atë rrjedhë. Dhe kryesisht po e bënte për Edmondin. Një burg që ishte shkatëruar ngadalë, ditë pas dite, nga dikush që duhej ta donte. Një burg që kishte nevojë dëshpërimisht të zgjohej për realitetin përpara se të ishte tepër vonë. Bora ra në gjumë me vendosmëri të përtërirë. E dinte se ditët e ardhshme do të sillnin rreziqe më të mëdha. E dinte se po hynte në një lojë të rrezikshme kundër një kundërshtareje të pamëshirshme. Por diçka kishte ndryshuar brenda saj që kur kishte mbërritur në atë rezidencë. Nuk ishte më vetëm një hetuese që kryente një punë. Ishte bërë dëshmitare e diçkaje shumë më të madhe, shumë më shqetësuese. Dhe çdo histori që dëgjonte, çdo lot që shihte, çdo moment për uljeje që dëshmonte, ushqente një vendosmëri që shkonte përtej detyrës profesionale. Mendoi për të gjithë njerëzit që kishte njohur gjatë jetës. Njerëz që jetuan vite në marrëdhënie shkatëruese, të bllokuar nga frika, turpi apo varësia emocionale. Njerëz që humbën veten pak nga pak, ditë pas dite, derisa u bën hije të asaj që dikur ishin. Dhe mendoi për veten e saj. Për herët kur edhe ajo u ndje e vogël, e padukshme, e padenjë. Për shenjat që mbante të fshehura në një pamje të zakonshme. Për momentet kur frika gati e paralizoi plotësisht. Por nuk do të tërhiqej. Nuk mundej. Sepse tani që kishte parë të vërtetën, nuk do të mundej më të hiqej sikur nuk dinte. Dhe ndërsa kishte një shans për të çliruar ata njerëz, do të vazhdonte të luftonte. Do të vazhdonte të hetonte. Do të vazhdonte të mblidhte çdo fragment prove derisa të kishte mjaftueshëm për të rrëzuar atë perandori gënjeshtrash. Edhe nëse kjo do të thoshte të përballej me frikërat e veta. Edhe nëse kjo do të thoshte të ekspozonte sekretet e veta. Sepse Bora e dinte në fund të zemrës se kjo betejë nuk ishte vetëm për Edmondin apo familjen e tij. Ishte për të gjitha viktimat e heshtura të njerëzve si Valbona. Ishte për të gjitha herët që frika mposhti guximin. Ishte për të gjitha të vërtetat e fshehura pas buzëqeshjeve të rreme dhe rezidencave luksoze. Ishte për çdo person që ndonjëherë i duhej të zgjidhte midis sigurisë së gënjeshtrës dhe rrezikut të së vërtetës. Dhe Bora, e shtrirë në atë krevat të ngushtë në dhomën e pasme të një rezidence ku frika qeveriste si një fantazmë e padukshme, bëri zgjedhjen e saj. Zgjodhi të vërtetën. Zgjodhi luftën. Zgjodhi të besonte se, edhe kundër një kundërshtareje aq të fuqishme dhe mizore sa Valbona, ende kishte shpresë. Dhe Bora ishte gati t'i nxirrte ato të vërteta në drill. Kushtonte çfarë të kushtonte. Mundësia u shfaq mëngjesin e së martës. Valbona doli për një drekë bamirësie në zonën e rrugës së Elbasanit dhe, sipas zonjës Shpresa, zakonisht vonohej të paktën 4 orë në këto aktivitete. Edmondi ishte në një mbledhje në qendër të Tiranës. Rezidenca ishte e heshtur, me vetëm punonjësit që qarkullonin diskretisht nëpër dhoma. Bora e dinte se ky ishte momenti. U ngjit shkallëve duke u përpjekur të kontrollonte nervozizmin që i bënte zemrën të rrite me shpejtësi. Çdo hap në tapetin e but dukej se bënte jehon në veshët e saj.
Arriti te dera e dhomës së çiftit dhe pa rrotull përpara se të rrotullonte dorezën e ardh. Dhoma ishte gjigante dhe luksoze. Një krevat king size dominonte qendrën, i mbuluar me çarçaf mëndafshi bezh. Kishte një dollap më të madh se dhoma e Borës, me rroba të organizuara sipas ngjyrave dhe stinëve. Dritaret shinin nga kopshtet ballore dhe drita e mëngjesit hynte e butë përmes perdeve të lirit. Bora filloi nga tavolina e punës e Valbonës. Hapi sirtaret me kujdes duke ekzaminuar dokumente, karta vizite, agjenda të fundit. Gjithçka dukej krejtësisht normale. Korrespondencë sociale, ftesa për aktivitete, shënime mbi angazhime. Asgjë që të zbulonte natyrën e vërtet të zonjës së shtëpisë. Atëherë kaloi te dollapi i rrobave. Kërkoi mes rrobave të shtrenjta, verifikoi raftet e larta, ekzaminoi kutitë e këpucëve të importuara. Po fillonte të humbiste shpresën kur vuri re diçka të çuditshme. Në fund të dollapit, pas një rreshti fustanesh feste, kishte një derë të vogël diskrete, pothuajse të padukshme në murin e veshur me dru. Bora i shtyu fustanet anash dhe ekzaminoi derën. Nuk kishte kyç, vetëm një shul të thjeshtë. Mori frym thellë dhe e hapi ngadalë, duke pritur të gjente një kasafort apo dokumente të rëndësishme. Ajo që pa e la të ngrirë. Ishte një hapësirë e vogël, pothuajse një dollap sekret. Dhe brenda tij, të organizuara me kujdes obsesiv, ishin kuti këpucësh të grumbulluara. Por Bora e dinte nga instinkti se nuk përmbanin këpucë. Mori kutinë e parë me duar që i dridheshin dhe e hapi. Fotografi. 10 të tilla. Por nuk ishin foto të zakonshme familjare apo udhëtimesh. Ishin imazhe njerëzish në momente të prekshmërisë së plotë. Burra duke qarë. Gra me shprehje dëshpërimi. Fytyra të shkatëruara nga dhimbja emocionale. Dhe në çdo fotografi, e kapur me saktësi mizore, ishte momenti sakt kur ai person thyej. Bora shfletoi imazhet me një tmerr në rritje. Njohu disa fytyra nga revistat e biznesit dhe aktivitetet sociale. Si përmarrës të suksesshëm, figura publike, njerëz që dukeshin se kishin jetë perfekte. Por aty ishin të regjistruar në momentet e tyre më të këqija. Të përulur. Të mposhtur. Të shkatëruar. Dhe në anën e pasme të çdo fotografie, me një shkrim të bukur, kishte shënime. Data. Emra. Dhe komente të vogla që ja përzienin stomakun Borës. Marku. Shtator 2018. U deshën 6 muaj. Qau si fëmijë kur zbuloi se kompania kishte falimentuar. E shishme. Patricia. Mars 2019. 4 muaj. Humbi kujdestarinë e fëmijëve. Shpreha në fytyrën e saj ishte arritja ime më e madhe deri tani. Bora u mbajte rreth i raftit për të mos u rrëzuar. Ishte përpara një arkivi të shkatërimit. Një regjistër metikulos i jetëve të rrenuara. Dhe shkrimi ishte i Valbonës. Çdo fjalë, çdo koment sadist, çdo festim i vuajtjes së tjetrit. Gjithçka e shkruar me të njëjtën elegancë që ajo përdorte për të shkruar ftesat e festave. Mori një kuti tjetër. Më shumë fotografi. Më shumë viktima. Dhe pastaj gjeti diçka edhe më shqetësuese. Një ditar të lidhur me lëkur, me inicialet V, më të gdhendura në ar në kopertinë. E hapi me duar që i dridheshin. Ishte një ditar. Por jo një ditar i zakonshëm. Ishte një manual manipulimi. Një udhëzues i detajuar se si Valbona zgjidhte, studionte dhe shkatëronte viktimat e saj. Faqja e parë kishte një datë të 8 viteve më parë. Bora filloi të lexonte dhe ndiu përzierjet i ngjitej në fy. Çdo kush ka një pikë të dobët, shkruante Valbona me shkrim perfekt. Chelsea është ta gjesh atë. Për disa janë paratë. Për të tjerët është dashuria për veten. Për shumë është frika nga braktisja apo refuzimi. Sekreti është të vëzhgosh, të studiosh, të kuptosh çfarë e mban atë person në punë. Dhe pastaj, ngadalë, të shkatërosh saktësisht atë. Bora vazhdoi të lexonte, faqe pas faqeje. Valbona përshkruante viktimat e saj me ftohtësi klinike. Se si kishte identifikuar prekshmëritë, kishte krijuar situata varësie, kishte mbjellë dyshime dhe kishte izoluar çdo person nga sistemet e tyre të mbështetjes. Ishte një proces metodik, i llogaritur dhe krejtësisht i zhveshur nga empatia.
Gjeti një seksion të tërë dedikuar Edmondit. Zemra e Borës rahu fort ndërsa lexonte. Edmond Meta. Si përmarrës i suksesshëm, por emocionalisht i brisht pas falimentimit të projektit Horizonti. Humbi shumë para dhe besim. Është i prekshëm. Perfekt. Faqet në vazhdim dokumentonin, muaj pas muaji, se si Valbona e kishte bërë për vete Edmondin. Jo për dashuri. Për strategji. Çdo takim i planifikuar. Çdo fjalë e llogaritur. Çdo gest dashurie ishte një pjesë në një tabel shahu. Faza e parë e përfunduar, besimi u vendos. Ai beson se unë jam personi i vetëm që vërtet e kupton. Hapi tjetër, izolimi. Bora lexoi me një tmerr në rritje se si Valbona përshkruante metodat e saj. Se si mbillte farat e mosbesimit për familjen e Edmondit. Se si krijonte situata ku miqtë e tij dukeshin egoist apo interesagjin. Se si shpikte sëmundje dhe kriza emocionale në momentet kur Edmondi planifikonte angazhime sociale. Dhe funksionoi në mënyrë perfekte, shkruante Valbona. Në 2 vjet, Edmondi u shkëput nga të gjithë. Familja mendon se ai i braktisi. Miqtë besojnë se ka ndryshuar. Por e vërteta është se unë thjesht largova çdo influencë tjetër. Tani ai më ka vetëm mua. Varet vetëm nga unë. Dhe kjo më jep një pushtet absolut. Bora duhej të ndalonte së lexuari për një moment. Mori frym thellë, duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin që digjej në gjoksin e saj. Kjo nuk ishte dashuri. Nuk ishte as obsesion. Ishte sadizëm i pastër. Valbona nuk e donte Edmondin. Ajo e kishte zgjedhur si shënjestër. Si një eksperiment. Si një tjetër viktim në koleksionin e saj makabër. Vazhdoi të shfletonte ditarin dhe gjeti diçka që e bëri të ndalonte plotësisht. Një seksion i shënuar me një shënim të kuq. Titulli i faqes ishte Raste speciale. Dhe aty, i përshkruar me detaje shqetësuese, ishte rrëfimi një tragjedie që kishte ndodhur në familjen e Edmondit 3 vjet më parë. Dritan Meta. Kushëriri i Edmondit. Si përmarrës premtues. I martuar me fjollën. Kishte gjithçka. Derisa më njohu mua. Bora e kujtoi turbullt se kishte dëgjuar motrën e Edmondit të përmendte një kushëri që kishte kaluar momente të vështira vite më parë. Por kur nuk i dinte detajet. Dhe tani, duke lexuar fjalët e Valbonës, e kuptonte pse. Dritani ishte projekti im më ambicioz deri atëherë, shkruante Valbona. U desh gati një vit i tërë. Por ja dola. Shkatërova martesën e tij, kompaninë e tij, reputacionin e tij. Dhe më e bukura ishte se askush nuk e mori vesh kur që isha unë. Të gjithë besuan se ai thjesht pësoi një kolaps. Që nuk e duroi presionin. Bora ndjeu lotët t'i digjinin sy. Valbona jo vetëm që kishte shkatëruar Edmondin. Ajo tashmë kishte shkatëruar një tjetër person nga e njëjta familje më parë. Dhe askush nuk e kishte vënë re. Askush nuk i kishte lidhur pikat. Deri tani. Vazhdoi të lexonte, duke zbuluar se si Valbona i ishte afruar Dritanit vite më parë, duke përdorur një tjetër identitet, duke krijuar situata që e quan atë të merrte vendime katastrofike në biznese. Se si kishte mbjell prova të rreme që shkatëruan martesën e tij. Se si kishte orkestruar rënien e tij sociale. Dhe kur mbaroi me Dritanin, thjesht u zhduk nga jeta e tij dhe u rishfaq vite më vonë si shpëtimtarja e Edmondit. Askush nuk e bëri lidhjen. Familjet kur nuk flisnin shumë, dhe Valbona përdori emra të ndryshëm në momente të ndryshme. Bora e mbylli ditarin me duart që i dridheshin. Kishte në duar provën përfundimtare se Valbona nuk ishte vetëm një bashkëshorte mizore. Ishte një grabitqare sistematike. Dikush që zgjidhte viktimat, studionte prekshmëritë e tyre dhe i shkatëronte metodikisht. Dhe e bënte këtë jo për nevojë apo përfitim financiar. E bënte për kënaqësi. Për pushtet. Për kënaqësinë sadiste të thyrjes së jetëve. Duhej të fotografonte gjithçka. Mori celularin dhe filloi të nxirrte foto të çdo faqeje të rëndësishme të ditarit, të çdo fotografie shqetësuese. Por ishte aq e fokusuar sa nuk dëgjoi hapat që afroheshin në korridor. Dera e dhomës u hap. Bora ngriu. U kthye ngadalë dhe pa Valbonën të ndaluar në hyrje, me një qese blerjesh në dorë dhe një buzëqeshje të ftohtë në buzë.
Heshtja që u vendos mes tyre ishte e dendur, e ngarkuar me rrezik. Po kërkon diçka specifike, Bora? Zëri i Valbonës ishte i qetë, pothuajse i edukuar. Por syt kishin atë shkëlqim grabitqar që Bora kishte mësuar ta njihte. U përpoq të mendonte një justifikim, por e dinte se ishte e kollë. Kishte ditarin në duar. Fotografit të shpërndara rrotull. Nuk kishte si ta mohonte. Nuk kishte si të shtirej. Valbona hyri në dhomë me hapa të ngadalë dhe të peshuar. E la qesen mbi krevat pa i hequr syt nga Bora. Pastaj kryqëzoi krahët dhe anoi kokën, sikur po studionte një insekt interesant. E di, po filloja të dyshojat e ti, tha Valbona. Shumë vëzhguese. Shumë e vëmendshme. Shumë e guximshme duke mbrojtur zonjën shpresa atë ditë. Nuk është sjellje tipike e një pastrueseje të thjeshtë. Bora e shtrëngoi ditarin fort. E dinte se ishte në rrezik. E dinte se Valbona nuk do të hezitonte ta shkatëronte ashtu siç kishte shkatëruar aq të tjerë. Por një pjesë e saj, pjesa që kishte vendosur të luftonte pa marrë parasysh koston, refuzoi të shfaqte frikë. Kush të dërgoi këtu? Pyetja e Valbonës preu heshtjen. Familja e Edmondit? Ata kur nuk dorëzohen, apo jo? Gjithmonë duke u përpjekur të më heqin nga rruga. Sikur janë shenjtor. Sikur vërtet shqetësohen për të. Bora nuk u përgjigj. Vetëm vëzhgonte duke llogaritur opsionet e saj. Dera ishte e bllokuar nga Valbona. Dritaret ishin në katin e dytë. Nuk kishte dalje të lehtë. Valbona bëri edhe një hap përpara. Duhet të ndihesh shumë e guximshme tani. Mendove se zbulove sekretin tim të madh. Mendove se do të shpëtosh të shkretin Edmond. Por më lër të tregoj diçka që ti ende nuk e ke kuptuar. U ndal pak centimetra larg Borës. Edhe pa e ngritur zërin, prania e saj ishte intimiduese. Edmondi nuk dëshiron të shpëtohet. Ai është saktësisht aty ku dëshiron të jetë. Pranë meje. Duke varur nga unë. Sepse unë i dhash atij diçka që askush tjetër nuk arriti t'ia jepte. Pranueshmëri totale. Dashuri të pakushtëzuar. Ose të paktën kështu beson ai. Bora më në fund gjeti zërin e saj. Ti nuk e do atë. Kjo nuk është dashuri. Është kontroll. Është manipulim. Është mizori e maskuar si kujdes. Valbona buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje pa ngrohtësi. Dhe kush je ti për të gjykuar? Një spiune e infiltruar në shtëpinë time. Dikush që gënjen çdo ditë për atë që është në të vërtetë. Të paktën unë jam e sinqert për qëllimet e mia me Edmondin? Jo. Por me veten time? Gjithmonë. I mori ditarin nga duart Borës me një lëvizje të shpejtë. Duhet të jesh duke menduar të shkosh te Edmondi tani. Ti tregosh ditarin. Të zbulosh gjithçka. Por më lër të bëj një pyetje. A mendon vërtet se ai do të besoj ty? Një punonjëse që e njeh prej 2 javësh? Kundër meje, bashkëshortes që është në krah të tij prej 4 vitesh? Bora ndjeu një të ftohtë në shtyllën kurrizore sepse e dinte se Valbona kishte të drejtë. Edmondi ishte aq i kondicionuar, aq i manipuluar, saqë ndoshta do të refuzonte çdo provë që kundërshtonte imazhin që kishte për Valbonën. E di çfarë do të bëj? Valbona e ktheu ditarin në vendin e fshehtë. Nuk do të dëboj. Nuk do të bërtas. Nuk do të bëj një sken. Do të lë të rish. Sepse shkatërimi yt do të jetë shumë më interesant nëse bëhet ngadalë. Dhe unë tashmë e di saktësisht se si. U afrua edhe më shumë, duke pushtuar plotësisht hapësirën personale të Borës. Zbulova disa gjëra për ty ndërsa isha jashtë. Bëra disa telefonata. Bisedova me njerëzit e duhur. Dhe e di çfarë gjeta? Zemra e Borës rahu fort. Ti nuk je ajo që thua se je, vazhdoi Valbona me atë buzëqeshje mizore. Dhe ke sekretet e tua. Sekrete që do të bëje çdo gjë për t'i mbajtur të fshehura. Kështu që ja çfarë do të ndodhë? Ti do të vazhdosh të punosh në këtë shtëpi. Do të vazhdosh të shtiresh. Dhe nëse përpiqesh të zbulosh ndonjë gjë për mua te Edmondi apo te kushdo tjetër, unë do të zbuloj gjithçka për ty, çdo detaj. Çdo gënjeshtër. Çdo turp që ti mban mbi shpinë.
Bora u përpoq të mos shfaqte panikun që ndjente të rritej. Si mund ta kishte zbuluar Valbona? Çfarë saktësisht dinte ajo? Valbona u largua dhe eci deri te dera. Mirë se erdhe në lojë, Bora. Apo duhet të thëras me emrin tënd të vërtet? E la pyetjen pezull në ajër dhe doli nga dhoma, duke e lënë Borën vetëm me peshën dërmuese të kuptimit se e kishte nënvlerësuar plotësisht kundërshtaren e saj. Lufta kishte filluar. Dhe Valbona sapo kishte treguar se dinte të luante shumë më mirë se sa Bora imagjinonte. Ditët që pasuan ishin më të tensionuarat që Bora kishte jetuar ndonjëherë. Valbona nuk bëri asgjë eksplicite. Nuk e konfrontoi publikisht. Nuk i zbuloi zbulimet e saj. Por kërcënimi qëndronte në ajër si një re e rëndë, i pranishëm në çdo vështrim të shkëmbyer, në çdo takim rastësor nëpër korridoret e rezidencës. Bora vazhdonte të punonte, duke u përpjekur të mbante pamjen e normalitetit. Por ndjente sytë e Valbonës mbi vete vazhdimisht. Duke e vëzhguar. Duke e studiuar. Duke e planifikuar. Dhe pastaj filluan provokimet e holla. Mëngjesin e sejntes, ndërsa Bora po rregullonte sallonin, Valbona hyri me një revistë bukurie në duar. U ul në divan me një elegancë të studiuar dhe filloi të shfletonte faqet, duke komentuar me zë të lartë. Shiko pak këto trajtimet e reja të flokëve, tha sikur po fliste me veten. Është mbresëlënëse se si mjekësia estetike ka evoluar. Sot çdo person mund të ketë flok perfekt. Edhe ata që kanë lindur me probleme. Edhe ata që kanë kaluar trauma. Zëri kishte një ton rastësor, por Bora ndjeu thirrjen e qëllimshme në fjalë. Ndaloi së rregulluari jastëkët dhe e pa Valbonën. Zonja buzëqeshi ëmbël dhe vazhdoi. Njoha një grua një herë që kishte një gjendje të rrallë. I humbi të gjithë flokët që fëmijë. Përdorte paruke aq perfekte sa askush kur nuk dyshonte. Por imagjino peshën e mbajtjes së këtij sekreti çdo ditë. Frikën konstante se mos zbulohej. Bora ndjeu gjakun t'i ngrinte në vena. Valbona e dinte. Në një farë mënyre, kishte zbuluar sekretin e saj më të thellë, shenjen që mbante që në moshën 8 vjeçare, kur një aksident i tmerrshëm e kishte lënë pa flokët që kur nuk u rritën më. Turpin që e ndiqte si hije. Për uljen që kishte pësuar në shkollë, kur shokët mizor i hoqën shamin përpara të gjithëve dhe e shndërruan dhimbjen e saj në spektakël. Traumën që kishte modeluar atë që ajo ishte, që e kishte mësuar të fshihej, të ndërtonte shtresa mbrojtjeje, të mos i besonte kur askujt plotësisht. Ju kujtuan vitet e vështira. Netët duke qarë në banjë. Pasqyra që shmangte ta shite. Pyetjet konstante të huajve. Ofertat me qëllim të mirë por të dhimbshme të trajtimeve mrekullibërse. Dhe më në fund, në moshën 13 vjeçare, kur mori parukën e saj të parë cilësore dhe ndjeu, për herë të parë në vite, se ndoshta mund të përzihej me të tjerët. Se ndoshta mund të ishte vetëm një person tjetër i zakonshëm në turm. Por frika kur nuk e kishte braktisur plotësisht. Frika se mos zbulohej. Frika se mos dikush i tërhiqte flokët dhe zbulonte të vërtetën. Frika nga intimiteti, nga afërsia, nga çdo situatë ku sekreti i saj mund të ekspozohej. Kjo frikë kishte modeluar zgjedhjet e saj të jetës, marrëdhëniet e saj, karrierën e saj. Dhe tani, Valbona kishte gjetur saktësisht atë plagë dhe ishte e përgatitur ta hapte përpara të gjithë botës. Valbona e mbylli revistën dhe e pa direkt Borën. Duhet të jetë tmerrshme të jetosh me frikën se mos dikush zbulon kush je vërtet. Ose më mirë, çfarë fshe vërtet. U ngrit dhe doli nga dhoma, duke e lënë Borën me këmbët që i dridheshin dhe zemrën që i rrahte fort. Nga ajo ditë, provokimet u intensifikuan. Valbona filloi të bënte komente për flokët gjatë darkës, gjithmonë kur Bora ishte rrotull duke shërbyer. Fliste për rëndësinë e pamjes, se si njerëzit gjykonin nga detajet fizike. Përmendte rastet e ekspozimit publik, të sekreteve të zbuluara në momente të sikletshme. Çdo fjalë ishte një thik e llogaritur. Bora e dinte se Valbona po luante me të simacja me miun përpara se ta gëlltiste. Dhe më e keqja ishte se nuk mund të reagonte. Nuk mund të bërtiste. Nuk mund të akuzonte. Sepse ta bënte këtë do të thoshte të pranonte se provokimet po funksiononin. Do të thoshte t'i jepte Valbonës pushtetin total. Një natë, ndërsa organizonte dollapin e Valbonës si pjesë e detyrave të saj, Bora gjeti një kuti të re.
ndryshe nga të tjerat. Kur e hapi, pa se ishte plot me fotografi të saj. Imazhe të nxjerra fshehurazi gjatë aktiviteteve të saj në rezidencë. Dhe mes fotove kishte një faqe të printuar. Një dokument mjekësor i vjetër. Dokumenti i saj. Duke detajuar gjendjen e saj të flokëve. Duke detajuar aksidentin që i kishte ndryshuar jetën. Duart e Borës u drodhën duke mbajtur atë letër. Valbona jo vetëm që e dinte. Kishte prova. Kishte dokumentacion. Dhe po bënte çmos të tregonte se mund ta shkatëronte në çdo moment. Mëngjesin tjetër, Valbona e thiri Borën për një bisedë private në zyrë. Edmondi kishte dalë për një mbledhje dhe shtëpia ishte e heshtur. Bora hyri në dhomë duke u ndjerë sikur po ecte drejt një kurthi. Valbona ishte e ulur pas tavolinës prej druri, me duart e gërshetuara dhe atë buzëqeshje të ftohtë që Bora kishte mësuar t'i trembej. Ulu, tha duke treguar karrigen përballë. Bora u bind, duke mbajtur qëndrimin drejt pavarësisht frikës që ndjente. Le të bisedojmë si dy gra inteligjente, filloi Valbona. Ti e di çfarë unë kam për ty, unë e di çfarë ti zbulove për mua. Jemi në një ngërç interesant. Por ja, cili është ndryshimi fundamental mes nesh? Unë nuk kam asgjë për të humbur. Jeta ime, martesa ime, pozita ime sociale, gjithçka është e sigurt. Por ti. Bora ndjeu peshën e atij emri në gojën e Valbonës. Ti ke gjithçka për të humbur. U anua përpara, me sytë fiks. Nëse ti përpiqesh të ekspozosh ditarin tim, unë thjesht e mohoj. Edmondi kur nuk do të besoj ty, do të mendoj se është shpike. Manipulimi i familjes së tij për të na ndarë. Dhe atëherë unë zbuloj kush je ti vërtet. U tregoj të gjithëve për gënjeshtrat e tua. Se si u infiltrove në shtëpinë time me identitet të rrem. Dhe si prekje finale, ekspozoj sekretin tënd më intim përpara të gjithëve. Bora shtrëngoi grushtet duke luftuar për të mos shfaqur tmerrin që ndjente. Imagjino skenën, vazhdoi Valbona me një kënaqësi të dukshme. Një fest. Njerëz të rëndësishëm. Fotograf. Dhe papritur, përpara të gjithëve, sekreti yt zbulohet. Ajo që ti fshehe gjithë jetën. Ajo që të bën të ndihesh më pak. Ajo që të bëri të vuaje nga bullizmi në shkollë. Gjithçka e ekspozuar. Gjithçka e shndërruar në spektakël. U ngrit dhe eci deri te dritarja. Kam lidhje, Bora. Mund ta bëj jetën tënde një ferë. Mund të garantoj se sa herë që të kërkosh punë, njerëzit do ta dinë kush je. Mund ta shndërroj ekzistencën tënde në një turp publik të përhershëm. Ose u kthye me një buzëqeshje. Ti mund thjesht të ikësh. Të heqësh dorë nga ky hetim qesharak. Të na lësh Edmondin dhe mua të qetë. Dhe sekreti yt vdes me mua. Bora më në fund gjeti zërin e saj, edhe pse i dridhej. Dhe viktimat e tjera? Njerëzit që ti shkatërrove? Dritani? Të gjitha ata të regjistruar në ditarin tënd? Valbona ngriti shpatullat. Zgjedhje që bën. Dobësi që kishin. Unë thjesht i ekspozova. Thjesht tregova kush ishin ata vërtet kur presioni rritej. Nuk jam përgjegjëse për brishtësinë e tjetrit. Bora ndjeu përzierje. Ishte përpara dikujt krejtësisht të zhveshur nga empatia. Dikush që i shite njerëzit si objekte. Si sfida. Si lodra të papërfillshme. Ke 24 orë për të vendosur, tha Valbona duke u kthyer pas tavolinës. Ose ikën në heshtje. Ose unë filloj të ndërtoj shkatërimin tënd publik. Dhe më beso, do të jetë metikuloze. Do të jetë shkatëruese. Do të jetë diçka që ti kur nuk do ta harrosh. Bora doli nga zyra me këmbët si të pambukta. U mbyll në dhomën e saj dhe për herë të parë që kur kishte mbërritur në atë rezidencë, e lejoi veten të qante. Jo vetëm nga frika, por nga frustrimi i të qenit aq afër së vërtetës dhe prapse prap aq e pafuqishme. Mendoi për të gjitha viktimat e Valbonës. Për dritanin, i cili ndoshta kur nuk e mori vesh pse jeta e tij u rënua. Për Edmondin, që jetonte një gënjeshtër duke menduar se ishte i dashuruar. Për zonjën Fatime, duke u medikamentuar tepër për të mos dëshmuar dot. Për të gjithë punonjësit që dridheshin nga frika çdo ditë. Dhe mendoi për veten e saj.
Për vajzën 8 vjeçare që u zgjua në spital pas aksidentit dhe zbuloi se kur më nuk do të kishte flokë. Për të qeshurat mizore të shokëve të shkollës. Për lotët e derdhur përpara pasqyrës. Për ditën kur, në moshën 13 vjeçare, mori parukën e saj të parë dhe ndjeu se ndoshta mund të ishte normale sërish. Por gjithashtu ju kujtua dita kur vendosi se nuk do ta linte atë gjë ta përcaktonte. Se nuk do të lejonte që turpi të fitonte. Se do të gjente mënyra për të jetuar pavarësisht frikës konstante të ekspozimit. Dhe tani, 20 vjet më vonë, ishte sërish në atë vend. Duke u konfrontuar me frikën e të qenit e parë. E të qenit e gjykuar. E të qenit e përullur publikisht. Bora fshiu lotët dhe mori frymë thellë. Kishte një zgjedhje për të bërë. Dhe e dinte se, pa marrë parasysh çfarë do të vendoste, asgjë nuk do të kthehej si më parë. Atë natë nuk mundi të flinte. Mbeti e shtrirë në krevat duke parë tavanin, duke peshuar opsionet e saj. Mund të dorëzohej. Të ikte. Të mbronte sekretin e saj dhe të përpiqej të harronte gjithçka që kishte zbuluar. Do të ishte zgjedhja më e sigurt. Zgjedhja që mbronte qetësinë e saj. Por pastaj mendonte për Edmondin. Për mënyrën se si ai kërruset kur Valbona është rrotull. Për shkëlqimin e fikur në sytë e tij. Për jetën që i ishte vjedhur pak nga pak, ditë pas dite, pa e vënë re. Dhe mendonte për të gjithë njerëzit që Valbona do të shkatëronte në të ardhmen. Sepse gra si ajo nuk ndalen. Nuk ndjejnë pendim. Thjesht vazhdojnë të gjuajnë, të shkatërojnë, të koleksionojnë viktima si trofe. Agimi erdhi pa që Bora të kishte arritur në një vendim. U ngrite lodhur dhe filloi rutinën e saj të zakonshme. Por gjatë gjithë ditës, ndjeu peshën e ultimatumit mbi shpatullat e saj. Valbona e vëzhgonte nga larg. Nuk tha asgjë. Vetëm buzëqeshte. Ajo buzëqeshje që thoshte se ajo tashmë e dinte cili do të ishte zgjedhja e Borës. Se ajo tashmë kishte fituar. Se frika gjithmonë fiton. Ishte gjatë darkës që diçka ndryshoi. Bora po shërbente në tavolinë kur dëgjoi Edmondin të përmendte një mik të vjetër. Arbenin. Të njëjtin që shfaqej në atë fotografi të vjetër. Edmondi komentonte me zë melankolik se i mungonin kohët e vjetra. Se ndonjëherë mendonte t'i telefononte Arbenin. Valbona menjëherë ndërhynte me zërin e saj të ëmbël dhe të helmuar. Por i dashur, ti e di që Arbeni të shgënjeu. E mban mend kur ai nuk erdhi në ditëlindjen tënde? Kur foli keq për ty të sipërmarrësit e tjerë? Disa miqësi nuk meritojnë të mbahen. Bora pa shprehjen e Edmondit të ndryshonte. Dyshimi i mbjell. Kujtimi i deformuar. Dhe kuptoi se po dëshmonte në kohë reale manipulimin duke ndodhur. Valbona as nuk i mbyllte syt ndërsa rishkruante realitetin në mendjen e burrit. Ishte në atë moment që Bora mori vendimin e saj. Nuk do të ikte. Nuk do të dorëzohej. Sepse nëse ajo do të tërhiqej tani, Valbona do të vazhdonte të shkatëronte jetë. Do të vazhdonte të izolonte, manipulonte, thyente njerëz. Dhe Bora do të ishte bashkëpunëtore përmes mosveprimit. E dinte çfarë do të thoshte kjo. Do të thoshte se Valbona do t'i përmbushte kërcënimet e saj. Do të thoshte se sekreti i saj do të ekspozohej. Do të thoshte të përballej saktësisht me atë që më shumë i trembej që fëmijë. Por gjithashtu do të thoshte t'i jepte një shans Edmondit. T'u jepte zë të gjitha viktimave të heshtura. Të ndalonte që më shumë njerëz të vuanin në duart e asaj grabitqareje. Atë natë, Bora kërkoi zonjën Shpresa. I tregoi gjithçka. I tregoi fotot që kishte nxjerrë nga ditari përpara se të kapej. Shpjegoi kush ishte në të vërtetë Valbona. Dhe kërkoi ndihmë. Zonja Shpresa, me lot në sy, pranoi. 15 vjet për ulje kishin krijuar tek ajo një zemërim të heshtur që më në fund gjente një kanal. Ajo njihte punonjës të tjerë të vjetër. Njerëz që kishin punuar për Valbonën në punë të mëparshme. Njerëz që kishin histori për të treguar. Njerëz që ishin pushuar pa shpjegim. Njerëz që ende mbanin shenjat emocionale të pasurit punuar nën komandën e saj. Së bashku, filluan të mblidhnin dëshmi. Filluan të lidhnin pikat që Valbona kishte shpërndar ndër vite, duke u përpjekur të fshinte gjurmët, duke ndërtuar identitete të ndryshme për çdo fazë të jetës së saj grabitqare.
Filluan të ndërtonin një rast që nuk mund të mohoj. Një model aq të qartë, aq metikulos, saqë do të ishte e pamundur të hidhej poshtë si koincidencë apo keq interpretim. Bora e dinte se Valbona shpejt do ta zbulonte. E dinte se hakmarrja do të ishte brutale. Por kishte vendosur se disa betejat duhej të luftoheshin. Edhe kur kostoja personale ishte shkatëruese. Edhe kur do të thoshte të ekspozonte saktësisht atë që më shumë i trembej në boll. Sepse ndonjëherë, mendoi Bora ndërsa punonte natën vonë duke mbledhur prova, guximi nuk është mungesa e frikës. Është vendimi për të vepruar pavarësisht saj. Është të zgjedhësh të mbrosh të tjerët edhe kur kjo do të thotë të ekspozosh veten. Dhe Bora e kishte bërë zgjedhjen e saj. Nuk do të tërhiqej më. Nuk kishte rëndësi çfarë do të bënte Valbona. Nuk kishte rëndësi sa publik apo për ulës do të ishte ekspozimi. Lufta ishte shpallur. Dhe këtë herë, Bora do të luftonte deri në fund. Lajmi për festën erdhi 3 ditë më vonë. Valbona njoftoi gjatë mëngjesit se do të organizonte një aktivitet gjigant në rezidencë. Një festim në nder të 4 vjetorit të martesës me Edmondin. Do të ftonte sipërmarrës, gazetar, figura influente të shoqërisë tiranase. Do të ishte një natë e paharrueshme, tha me atë buzëqeshje që Bora kishte mësuar ta zbërthente. E paharrueshme për arsyet krejtësisht të gabuara. Bora e dinte se ajo fest nuk ishte një festim. Ishte një kurth. Valbona kishte vendosur se koha e lojrave të holla kishte mbaruar. Dhe kishte zgjedhur skenën perfekte për shkatërimin publik që kishte premtuar. Përgatitjet filluan menjëherë. Dekoruesit pushtuan rezidencën çdo ditë, duke shndërruar çdo dhomë në një skenë luksi të egzageruar. Lulet u importuan, aranxhime të përpunuara që kushtonin më shumë se rroga mujore e çdo punonjësi. Një catering i njohur u punësua, i famshëm për shërbimin në dasmat e personazheve të njohur dhe aktiviteteve të kompanive miliardere. Gjithçka duhej të ishte e patëmedh. Gjithçka duhej të impresiononte. Gjithçka duhej të dëshmonte pushtetin dhe kontrollin absolut të Valbonës mbi atë univers. Lista e të ftuarve ishte e përzgjedhur me kujdes. Nuk ishin vetëm miq apo të njohur. Ishin dëshmitar. Njerëz influent që do të shpërndanin çdo ngjarje të asaj nate në të gjithë shoqërinë e Tiranës. Gazetar të faqeve. Roz. Fotograf të revistave të rëndësishme. Sipërmarrës që bënin biznese me Edmondin. Çdo ftesë ishte një pjesë në tabelën e Valbonës. Sepse festa nuk ishte vetëm për martesën. Ishte për pushtetin. Ishte për të treguar kontroll absolut. Ishte për të krijuar skenën perfekte për shkatërimin që kishte premtuar. Ndërsa rezidenca shndërrohej në një skenë luksoze, Bora dhe zonja Shpresa punonin në hije. Arritën të kontaktonin me 3 ish punonjës të Valbonës. Secili kishte histori të ngjashme. Përulje konstante. Pushime të papritura pa shpjegim. Dhe ndjenjen e vazhdueshme se diçka ishte thellësisht gabim në atë shtëpi. Një nga dëshmit ishte veçanërisht zbuluese. Një ish kryeshërbëtore e quajtur Lulieta, që kishte punuar për Valbonën përpara se ajo të martohej me Edmondin. Lulieta tregoi se si Valbona zakonisht krijonte situata të pamundura vetëm për të pasur pretekst për të ndëshkuar punonjësit. Se si shpikte objekte të humbura dhe akuzonte shërbëtoret për vjedhje. Se si pëlqente të shihte njerëzit duke ju lutur për punët e tyre, duke qarë, duke u përulur. Dhe ajo gjithmonë e kishte atë ditarin, tregoi Lulieta me zë të dridhur. Shënonte gjëra për të gjithë ne. Frikërat tona, dobësitë tona, sekretet tona. Njëherë e dëgjova duke thënë në telefon se çdo person ishte një enigmë. Dhe asaj i pëlqente të zbulonte saktësisht ku të shtypte për të bërë që gjithçka të shembet. Bora regjistroi çdo dëshmi. Organizoi fotografitë e ditarit që kishte arritur të merrte. Mblodhi dokumente që tregonin modelin e manipulimit gjatë viteve. Dhe kuptoi se kishte material mjaftueshëm për, të paktën, të mbillte dyshime serioze mbi atë se kush ishte vërtet Valbona. Por Valbona nuk qëndroi duar kryq. 2 ditë përpara festës, Lirje u pushua nga puna. Pa paralajmërim. Pa justifikim të qartë. Thjesht u thirr në zyrë dhe u informua se shërbimet e saj nuk ishin më të nevojshme. Guzhinierja doli nga rezidenca me lot në sy, duke mbajtur një kuti me sendet e saj personale.
Bora e kuptoi mesazhin. Valbona po eliminonte dëshmitarët. Çdo person që mund të konfirmonte sjelljen e saj brenda shtëpisë po largohej sistematikisht. Atë natë, Bora kërkoi zonjën Fatime. Duhej të garantonte që e moshuara të ishte e mbrojtur. E gjeti zonjën më të konfuzuar se kurrë. Valbona kishte rritur edhe më shumë dozën e medikamenteve, duke pretenduar udhëzim të ri mjekësor. Zonja Fatime mezi arrinte të formonte fjali të plodh. Sytë e saj ishin të fiksuar, të folurit e saj ngadalë. Bora ndjeu zemërim të digjej në gjoksin e saj. I kapi dorën zonjës dhe i premtoi se gjithçka do të ndryshonte shpejt. Se Valbona nuk do të arrinte të vazhdonte ta bënte këtë. Zonja Fatime u përpoq të buzëqeshte, por ishte vetëm një hije e gruas koshjente që Bora kishte njohur javë më parë. Në ditën përpara festës, ndërsa mbikëqyrte dekorimin, Valbona e thiri Borën për një bisedë. Ecën deri në kopsht, larg veshëve të dekoruesve dhe furnitorëve. Nesër do të jetë një ditë speciale, filloi Valbona me zë të butë. Njerëz të rëndësishëm do të jenë këtu. Fotograf, gazetar. Gjithçka do të regjistrohet. Gjithçka do të mbahet mend. U ndal përpara një shatërvani mermeri dhe e pa Borën. Ti ende ke kohë të bësh zgjedhjen e duhur. Mund të ikësh tani. Mund të zhdukesh nga kjo shtëpi dhe nga ky qytet. Dhe unë harroj gjithçka që zbulova për ty. Bora mbajti shprehjen neutrale. Dhe nëse unë rri? Valbona buzëqeshi. Nëse rri, nesër mbrëma, përpara të gjithë të ftuarve, do të zbuloj se ti je një mashtruese. Do të tregoj se u infiltrove në shtëpinë time me identitet të rrem. Dhe pastaj, si i grand finale, do t'u tregoj të gjithëve kush je ti vërtet. Çfarë fshe vërtet? U afrua te Bora derisa u gjendën ballë për ballë. Dhe më beso, Bora. Do ta bëj këtë një spektakël të paharrueshëm. Do të garantoj që ti të ndihesh saktësisht siç u ndjeve në moshën 8 vjeçare, kur ata fëmijë mizor të hoqën shamin përpara të gjithë shkollës. Bora ndjeu stomakun t'i përmbysej. Valbona kishte hetuar gjithçka. Njinte çdo detaj të traumës së saj. Dhe ishte e përgatitur ta rikrijonte, ta amplifikonte, ta shndërronte në argëtim publik. Shansi i fundit, tha Valbona duke u larguar. Ik ose përballu me pasojat. Bora mori frym thellë dhe u përgjigj me zë të sigurt. Do të rri. Valbona ngriti vetullat, një surprizë e vërtet kaloi në fytyrën e saj për një sekond të shkurtër. Pastaj buzëqeshi. Ashtu qoftë. Nesër do ta kuptosh gabimin që bëre. Atë natë, Bora mezi fjeti. E dinte se dita tjetër do të ishte më e vështira e jetës së saj. E dinte se Valbona do ta përmbushte çdo fjalë të kërcënimit të saj. E dinte se do të përpelej, do të ekspozohej, do të shkatërohej përpara dhjetëra njerëzve. Por gjithashtu e dinte se kishte prova. Kishte dëshmi. Kishte fotografitë e ditarit. Dhe kishte zonjën Shpresa në krah të saj, gati për të dëshmuar gjithçka që kishte parë përgjatë 15 viteve. Pyetja që e mbante zgjuar nuk ishte nëse duhej të përballej me Valbonën. Ishte si ta bënte këtë në mënyrë që Edmondi më në fund të besonte. Si të thyente vite të kondicionimit psikologjik në një natë të vetme. Si ta bënte një burr aq të manipuluar të shite të vërtetën që gjithmonë kishte qenë përpara tij. U ngrit përpara agimit dhe shkoi te dritarja. Rezidenca ishte e heshtur, por e dinte se në pak orë do të shndërrohej në një skenë betejë. Një skenë ku dy gra do të përballeshin. Njëra duke luftuar për të mbajtur perandorinë e saj të gënjeshtrave. Tjetra duke luftuar për të çliruar të gjithë të burgosurit e asaj perandorie. Bora preku flokët duke ndjer teksturën e njohur të parukës. Për 20 vjet kishte jetuar me frikën konstante se mos dikush e zbulonte. Për 20 vjet ishte fshehur pas shtresave mbrojtëse, duke ndërtuar një jetë të tërë rreth këtij sekreti. Kishte zgjedhur profesione që nuk kërkonin afërsi fizike të tepërt. Kishte shmangur marrëdhënie intime që mund ta ekspozonin. Kishte jetuar gjithmonë me një këmbë prapa, gjithmonë duke llogaritur rreziqet, gjithmonë me frikën se mos dikush i tërhiqte flokët dhe zbulonte të vërtetën që e përcaktonte që fëmijë. Por sot, në pak orë, do t'i duhej të bënte të kundërtën. Do t'i duhej të ekspozohej vullnetarisht. Do t'i duhej ta shndërronte turpin e saj më të madh në një akt guximi.
Do t'i duhej të zbulonte atë që gjithmonë fshehu dhe, në një farë mënyre, ta përdorte këtë jo si dobësi, por si forcë. Mendoi për të gjitha viktimat e Valbonës. Për Dritanin, jeta e të cilit ishte shkatëruar vite më parë. Për Edmondin, që jetonte si i burgosur emocional. Për zonjën Fatime, duke u konfuzuar qëllimisht me medikamente. Për çdo punonjës që dridhej nga frika duke punuar në atë shtëpi. Dhe mendoi për veten e saj. Për vajzën që vuajti nga bullizmi. Për adoleshenten që qau fshehurazi. Për gruan që ndërtoi shtresa e më shumë shtresa mbrojtjeje për të mos u ndjer kurrë më e prekshme. Por prekshmëria, kuptoi Bora ndërsa dielli fillonte të lindte, nuk ishte dobësi. Ishte guxim. Ishte gatishmëria për t'u treguar e plot, me të gjitha defektet, të gjitha shenjat, të gjitha imperfeksionet. Dhe her pas here, ishte e vetmja mënyrë për të mposhtur dikë që përdorte sekretet si armë. Dita e festës, agoj e qartë dhe me diell. Rezidenca zjente nga aktiviteti. Punonjësit vraponin nga njëra anë në tjetrën. Cateringu montonte tavolina të përpunuara. Muzikantët akordonin instrumentet. Gjithçka po përgatitej për t'u dukur perfekte. Valbona qarkullonte nëpër shtëpi me fustan dizajneri dhe bizhuteri të shtrenjta, duke mbikëqyrur çdo detaj. Kur u kryqëzua me Borën në korridor, buzëqeshi me ëmbëlsi të rreme dhe tha me zë të ulët: "Je gati për debutimin tënd?" Bora nuk u përgjigj. Vetëm vazhdoi të punonte, duke ndihmuar në përgatitjet, duke pritur momentin e duhur. Edmondi e kaloi ditën në zyrë, i huaj për gjithçka. Duke i lodhur, i largët, si gjithmonë. Valbona u sigurua që ai të mos ndërvepronte shumë me përgatitjet. Tha se donte ta surprizonte. Dhe ai, i kondicionuar t'i besonte asaj verbërisht, pranoi pa pyetur. Pas dite, të ftuarit e parë filluan të mbërrinin. Si përmarrës me kostume italiane të qepura sipas masës. Zonja të shoqërisë me fustane marke që ishin rezervuar muaj më parë. Gazetar me kamera diskrete por të fuqishme, gati për të kapur çdo moment të denjë për shënim. Të gjithë qarkullonin nëpër kopshtet e ndriçuara nga qindra drita të pozicionuara strategjikisht, duke pirë shampanjë franceze të shërbyer në gota kristali dhe duke admiruar dekorin që e kishte shndërruar rezidencën në një skenë përallash. Ose makthi, varësisht nga këndvështrimi. Biseda sipërfaqësore mbushnin ajrin. Të qeshura të edukuar. Lavdërime për mikpritësen. Komente mbi bukurinë e dekorit. Askush aty nuk e imagjinonte se ishin gati të dëshmonin diçka shumë përtej një festimi të thjeshtë të përvjetorit të martesës. Askush nuk dyshonte se ajo natë do të bëhej e paharrueshme për arsyet krejtësisht të gabuara. Bora vëzhgonte nga larg, e veshur me uniformën e saj të thjeshtë të punonjëses, duke kontrastuar plotësisht me luksin rrotull. E dinte se së shpejti do të thirrej. E dinte se Valbona po priste vetëm momentin perfekt. Momentin kur të gjithë të ishin të mbledhur, kur audienca të ishte maksimale, kur impakti i përuljes të mund të amplifikohej në ekstrem. Momentin kur të kishte fotograf mjaftueshëm për të garantuar se gjithçka do të dokumentohej dhe do të shpërndahej. Sepse Valbona nuk bënte asgjë për gjysmë. Kur shkatëronte dikë, e shndërronte në spektakël. Dhe kjo natë do të ishte kryevepra e saj. Zonja Shpresa e gjeti Borën pranë kuzhinës dhe i kapi dorën. "Jam me ty", pëshpëriti kryeshërbëtorja. "Nuk ka rëndësi çfarë do të ndodhë. Do të dëshmoj. Do të tregoj të vërtetën." Bora e falenderoi me sytë e përlotur. Të kishte dikë në krah, pas aq shumë kohë duke luftuar vetëm, do të thoshte më shumë se sa arrinte të shprehte. Festa arriti kulmin e saj rreth orës 9 të mbrëmjes. Rezidenca ishte plot. Muzika luante lehtë. Bisedat e gjalla mbushnin ajrin. Edmondi dhe Valbona qarkullonin mes të ftuarve, duke marrë urime dhe duke pozuar për foto. Dhe atëherë, Valbona bëri një shenjë diskrete për një nga kamarierët. Ishte koha. Bora u thirr në sallonin kryesor. Ndjeu këmbët t'i dridheshin ndërsa ecte mes të ftuarve të veshur mirë. Të gjithë e shihnin me kuriozitet. Një punonjëse e thjesht duke u thirrur në mes të një feste elegante. Diçka po ndodhte. Valbona ishte në qendër të sallonit pranë Edmondit me një mikrofon në dorë. Buzëqeshi kur Bora u afrua. Një buzëqeshje fitimtare. Një buzëqeshje që thoshte se loja kishte mbaruar.
Zonja dhe zotërin, filloi Valbona me zë të qartë. Do të dëshiroja të tërhiqja vëmendjen për diçka të rëndësishme. Kjo grua, tregoi Borën, u infiltrua në shtëpinë time javë më parë. Gënjeu për identitetin e saj. Shpiku referenca. Dhe e bëri këtë me urdhër të familjes së burrit tim, që kur nuk e pranoi martesën tonë. Pëshpërimat u përhapën mes të ftuarve. Edmondi e pa Borën me konfuzion. Fotografët filluan të regjistronin skenën. Por kjo nuk është e gjitha, vazhdoi Valbona, duke shijuar çdo fjalë. Kjo grua jeton një gënjeshtër shumë më të madhe. Diçka që e fshen nga të gjithë. Diçka që përcakton kush është ajo vërtet. Bora ndjeu zemrën t'i rrahte fort. E dinte se lëvizja tjetër e Valbonës do të ishte shkatëruese. E dinte se ishte sekonda larg të pasurit sekretin e saj më të thellë të ekspozuar për qindra sy kurioz. Por atëherë, përpara se Valbona të mund të vazhdonte, Bora bëri diçka që i surprizoi të gjithë. Bëri një hap përpara. I mori mikrofonin nga dora Valbonës. Dhe e pa turmën e heshtur me sy që, pavarësisht frikës së dukshme, shkëlqenin me vendosmëri. Sepse Bora kishte kuptuar diçka fundamentale. Nëse do të ekspozoi në çdo rast, do të ishte në termat e saj. Jo si viktim, por si e mbietuar. Jo e fshehur pas turpit, por në këmbë, e plot, gati për të treguar të vërtetën e saj. Dhe në atë moment, përpara të gjithë atyre të huajve, Bora mori vendimin më të guximshëm të jetës së saj. Vendosi të ndalonte së fshehuri. Është e vërtet, filloi Bora me zë të sigurt duke mbajtur mikrofonin. U infiltrova në këtë shtëpi. Gënjeva për identitetin tim. U punësova nga familja e Edmondit sepse ata ishin të dëshpëruar. Sepse burri që ata donin ishte zhdukur emocionalisht dhe askush nuk e kuptonte pse. Heshtja në salon ishte absolute. Të gjitha vështrimet ishin të ajo. Valbona u përpoq të merrte mikrofonin, por Bora u largua. Dhe po, vazhdoi Bora, unë fsheh diçka. Diçka që e mbaj që fëmijë. Diçka që më bën të ndihem e turpëruar thellësisht. Mori frym thellë dhe, përpara se të mund të ndryshonte mendje, çoi duart te flokët. Ajo që ndodhi më pas u duk se u zhvillua në lëvizje të ngadalë. Bora hoqi parukën me një lëvizje të sigurt. E la të binte në dy sheme. Dhe mbeti aty në këmbë përpara qindra njerëzve me kokën krejtësisht tullace, duke ekspozuar prekshmërinë që kishte fshehur gjatë gjithë jetës së saj të rritur. Habia u përhap në turm. Kamerat klikuan. Por Bora e mbajti kokën lart. Pësova një aksident në moshën 8 vjeçare. I humba flokët dhe ata kur nuk u rritën më. E kalova fëmijërinë duke u përulur. E kalova adoleshencën duke u fshehur. Dhe e kalova jetën e rritur me frikën se mos dikush e zbulonte. Zëri i saj u drodh por nuk u thye. Valbona e zbuloi sekretin tim. Dhe kërcënoi ta ekspozonte saktësisht në këtë formë. Për të më shkatëruar. Për të më bërë të hiqja dorë nga zbulimi i asaj se kush është ajo vërtet. E pa direkt Valbonën, fytyra e së cilës ishte e zbet nga surpriza dhe zemërimi. Por unë vendosa se nuk do të jetoj më me frikë. Nuk do të lë më që turpi të më kontrolloj. Dhe nuk do të lejoj që kjo grua të vazhdoj të shkatërroj jetë. U kthye te Edmondi, i cili ishte i paralizuar, duke parë midis Borës dhe Valbonës me një konfuzion total. Edmond, ti duhet ta dish të vërtetën. Bashkëshortja jote nuk është ajo që ti mendon. Dhe kam prova. Bëri një shenjë. Zonja Shpresa u shfaq mes turmës, duke mbajtur një tablet. Bora e lidhi pajisjen me një projektor që ishte i përgatitur për të shfaqur foto të festës. Por në vend të imazheve të festimit, filluan të shfaqeshin faqet e ditarit të Valbonës. Imazhi i parë tregonte shkrimin elegant të Valbonës duke përshkruar Edmondin si shënjestër. Çdo kush ka një pikë të dobët. Edmondi është emocionalisht i brisht pas falimentimit të projektit Horizonti. Perfekt. Edmondi lexoi fjalët e projektuara në mur, fytyra e tij po humbte ngjyrën gradualisht. Më shumë imazhe u shfaqen. Faqe e faqe duke dokumentuar manipulimin sistematik. Se si Valbona e kishte izoluar Edmondin qëllimisht. Se si kishte helmuar marrëdhëniet e tij me familjen. Se si kishte krijuar një varësi emocionale të llogaritur. Kjo nuk është e vërtetë,
tha Valbona më në fund duke gjetur zërin e saj. Janë falsifikime. Kjo grua po shpik gjithë këtë sepse u punësua për të shkatëruar martesën tonë. Por Bora ishte e përgatitur. Zonja Shpresa filloi të fliste, zëri i saj i dridhur por i vendosur. Punoj në këtë shtëpi prej 15 vitesh. Pash gjithçka. Mizorin. Për ulljet. Punonjësit e pushuar pa motiv. Mënyrën se si ajo transformon frikën në pushtet. E pa Valbonën me dekada zemërimi të mbajtur. Ti më bëre të qaja çdo ditë. Më bëre të besoja se isha e paaftë, e pa denjë, e pa përfillshme. Por unë e pash kush je ti vërtet. Zëra të tjerë u bashkuan. Luljeta, ish kryeshërbëtorja, ishte mes të ftuarve. Ishte ftuar qëllimisht nga Bora. U ngrit dhe filloi të tregonte historinë e saj. Se si Valbona e kishte torturuar psikologjikisht vite më parë. Se si kishte krijuar situata të pamundura vetëm për të pasur pretekst për të ndëshkuar. Dhe atëherë u shfaq dikush që e bëri të gjithë sallonin të mbetej në heshtje totale. Dritani. Kushëriri i Edmondit. Burri që Valbona kishte shkatëruar vite më parë. Bora e kishte gjetur Dritanin përmes regjistrimeve të ditarit. E kishte kontaktuar atë. I kishte treguar gjithçka. Dhe ai, pas viteve duke u përpjekur të kuptonte pse jeta e tij ishte rënuar, më në fund kishte përgjigje. Dhe ishte gati të dëshmonte. E njoha Valbonën 6 vite më parë, filloi Dritani me zë të mbytur. Ajo përdorte një tjetër emër. Një tjetër mbiemër. U shfaq në jetën time kur isha i prekshëm. Fitoi besimin tim. Dhe atëherë, sistematikisht, shkatëroi martesën time, kompaninë time, reputacionin tim. Unë kur nuk e kuptova si çdo gjë shkoi aq gabim aq shpejt. Deri sot. Derisa pash këto faqet e ditarit të saj. Derisa kuptova se çdo katastrofë, çdo koincidencë e keqe, çdo vendim katastrofik që mora ishte orkestruar me kujdes. Edmondi e pa Valbonën me sy që më në fund shinin të vërtetën. Dhe për herë të parë në 4 vite të gjata, vërtet e pa atë. Pa filtrat e manipulimit të ndërtuar me aq kujdes. Pa kondicionimin emocional që ajo kishte mbjell ditë pas dite. Pa mjegullën e varësisë që e verbonte. Thjesht pa kush ishte ajo. Një grabitqare. Një gënjeshtare. Dikush që e kishte transformuar dashurinë e tij në kurth dhe besimin e tij në burg. Valbona, tha ai me zë të thyrë. Thuaj që kjo nuk është e vërtetë. Të lutem. Valbona hapi gojen për t'u përgjigjur, por fjalët nuk dolën. Sepse nuk kishte justifikim. Nuk kishte shpjegim që mund të fshinte provat e projektuara në murfaqet e ditarit të saj. Dëshmitë e viktimave të shumta. Dokumentacionin metikulos të viteve të grabitjes psikologjike. Për herë të parë që kur Bora e kishte njohur, Valbona dukej e vogël. E ekspozuar. E prekshme. Ti nuk e kupton, tha më në fund me zë të ulët. Ju të gjithë me jetët tuaja perfekte. Familjet tuaja të dashura. Lidhjet tuaja të lehta. Unë kisha nevojë të provoja se isha më e mirë. Se mund të kontrolloja. Se mund të fitoja. Duke shkatëruar njerëz të tjerë, zëri i Edmondit ishte i ngarkuar me dhimbje. Kjo të bënte të ndieshe më mirë, të më izoloje nga familja ime, të më bëje të besoja se isha vetëm. Gjithçka ishte vetëm një lojë për ty? Nuk ishte lojë, u përgjigj Valbona, dhe për herë të parë kishte emocion të vërtet në zërin e saj. Ishte mbijetesë. Ishte pushtet. Ishte e vetmja gjë që më bënte të ndiesha se kisha rëndësi. Edmondi tundi kokën ngadalë. Pastaj u largua prej saj. Fizikisht. Emocionalisht. E theu plotësisht lidhjen që ajo kishte ndërtuar me aq kujdes për gjatë 4 viteve. Dil nga shtëpia ime, tha ai me zë të sigurt. Tani. Policia u thirr. Jo sepse kishte krim të dukshëm, por për të garantuar që Valbona të dilte pa shkaktuar më shumë dëme. Ajo u shoqërua jashtë rezidencës me të gjithë të ftuarit që shinin në heshtje. Gruaja që hyri në atë festë si mikpritse e fuqishme dilte si një figurë e mposhtur, e ekspozuar, e zhveshur nga të gjitha maskat që përdorte. Kur dyert u mbyllën pas saj, ishte sikur e gjithë rezidenca mund të merrte frymë për herë të parë në vite.
Edmondi kërkoi Borën mes turmës. Ajo ishte ende aty, pa paruk, e prekshme por në këmbë. Faleminderit, tha ai thjesht. Dhe më fal. Më fal për gjithçka që verbëria ime lejoi të ndodhte në këtë shtëpi. Bora pohoi me kokë. Nuk kishte nevojë për më shumë fjalë. Shite në sytë e tij se burri që familja e tij kishte përshkruar po kthehej ngadalë. Ende do të duhej kohë. Ende do të kishte nevojë për mbështetje. Por për herë të parë në vite, Edmondi ishte i lirë. Të ftuarit filluan të shpërndaheshin. Disa të shokuar. Disa të prekur. Disa vetëm të paduruar për të shpërndar historinë që dëshmuan. Por Bora e dinte se nuk kishte rëndësi. E vërteta ishte ekspozuar. Valbona nuk do të mundej më të gjuante në heshtje. Zonja Shpresa ju afrua Borës dhe e përqafoi. Faleminderit, pëshpëriti. Faleminderit që pate guxim kur askush prej nesh nuk kishte. Në ditët që pasuan, shumë çka ndryshoi në rezidencën në Rolling Hills. Edmondi u rilidh me familjen e tij. I telefonoi Arbenit dhe miqve të tjerë të vjetër. Kërkoi falje. Shpjegoi. Dhe ngadalë filloi të rindërtonte urat që Valbona i kishte djegur. Zonja Fatime, me dozën e medikamenteve të korrigjuar nga mjek të vërtet, rikuperoi gradualisht kthjelltësinë e saj. Ishte ajo që, një pasdite, e thiri Borën për një bisedë. Ti e shndërrove prekshmërinë tënde më të madhe në forcë, tha zonja me sy që shkëlqenin. Kjo është e rrallë. Kjo është e fuqishme. Kur mos e harro çfarë bëre këtu. Bora e vizitoi rezidencën disa javë më vonë, tashmë jo si punonjëse, por si e ftuar. Ende përdorte paruk në përditshmëri. Ende ndjente atë thirrjen e turpit kur mendonte për gjendjen e saj. Por diçka kishte ndryshuar fundamentalisht brenda saj. Kishte zbuluar se guximi nuk ishte mungesa e frikës. Ishte vendimi për të vepruar pavarësisht saj. Ishte zgjedhja për të mbrojtur të tjerët edhe kur kjo do të thoshte të ekspozonte veten. Ishte të kuptuarit se prekshmëria, kur përdorej me vetdije, mund të ishte arma më e fuqishme kundër atyre që përpiqeshin ta kontrollonin. Edmondi e priti në sallon. Dukej ndryshe. Shpatullat nuk ishin më të kërrusura. Syt kishin shkëlqim sërish. Por i zbulonte kush ishte përpara se Valbona të hynte në jetën e tij. Mora vesh se Valbona u pa në një qytet tjetër, komentoi ai. Duke u përpjekur të fillonte sërish me një tjetër identitet. Bora pohoi me kokë. Kishte dëgjuar të njëjtën gjë. Gra si Valbona rrallë ndryshonin. Por të paktën tani kishte një regjistër. Kishte dëshmi. Kishte një model të dokumentuar që mund të paralajmëronte viktimat e ardhshme. Dhe ti, pyeti Edmondi. Si je? Bora mendoi për një moment. Po mësoj, u përgjigj sinqerisht. Duke mësuar se nuk kam nevojë të mbaj turp për atë që nuk mund ta kontrolloj. Duke mësuar se njerëzit që kanë rëndësi nuk do të më gjykojnë për prekshmëritë e mia, duke mësuar se her pas here e vetmja mënyrë për të çliruar është duke ndaluar së fshehuri. Edmondi buzëqeshi. Një buzëqeshje e vërtetë. Duket se të dy po mësojmë të jetojmë sërish. Bora e la rezidencën atë pasdite duke ndjerë diçka që nuk e ndjente prej kohësh. Paqe. Jo paqen e dikujt që zgjidhi të gjitha problemet, por paqen e dikujt që u përball me frikërat e veta më të mëdha dhe mbijetoi. E dinte se ende do të kishte ditë të vështira. Ende do të kishte momente pasigurie. Ende do të mbante shenjat e aksidentit dhe të traumës që modeluan jetën e saj. Por gjithashtu e dinte se ishte më e fortë se sa imagjinonte. Se kishte guxim kur situata e kërkonte. Se mund të zgjidhte se si do të tregojë historia e saj. Dhe ndërsa ecte nëpër rrugët e Tiranës duke ndjer diellin e pasdites në fytyrë, Bora mendoi për të gjithë njerëzit që ende jetonin të bllokuar në rrjeta të padukshme. Për të gjithë ata që mbanin sekrete të rënda. Për të gjithë ata që fshiheshin nga frika e gjykimit. Dhe bëri një premtim të heshtur. Se do ta përdorte përvojën e saj për të ndihmuar të tjerët. Se nuk do të lejonte që historia e saj të përfundonte vetëm si mbijetesë. Se do ta shndërronte në diçka më të madhe. Sepse her pas here, mendoi Bora, betejat më të rëndësishme nuk janë ato që luftojmë për të tjerët. Janë ato që luftojmë për veten tonë. Kundër frikërave tona. Kundër turpit tonë.
kundër zërave të brendshëm që na thonë se nuk jemi mjaftueshëm. Dhe kur I fitojmë ato betejë, kur vendosim të ndalojmë së fshehuri dhe të fillojmë të jetojmë plotësisht, hapim rrugën që të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Rezidenca në Rolling Hills vazhdoi të ekzistonte. Por nuk ishte më një burg. Ishte vetëm një shtëpi. Ku njerëzit jetonin, punonin dhe, për herë të parë në shumë kohë, merrnin frymë lirisht. Dhe Bora, gruaja që hyri në atë shtëpi e maskuar si pastruese, doli si personi që çliroi jo vetëm të tjerët, por kryesisht veten e saj. Sepse në fund fitoria më e madhe nuk ishte mposhtja e Valbonës. Ishte mposhtja e frikës që e kontrollonte. Ishte zgjedhja e së vërtetës mbi fshehjen. Ishte vendimi se historia e saj meritonte të tregohej në termat e saj. Dhe ky, ndoshta, është mësimi më I rëndësishëm nga të gjithë. Se nuk ka rëndësi sa të thella janë sekretet tona, sa I rënd turpi ynë, sa të mëdha frikërat tona. Gjithmonë ka një zgjedhje. Gjithmonë ka guxim që pret të zbulohet. Gjithmonë ka forcë të fshehur në vendet që I konsiderojmë të dobëta. Bora pa prapa për herë të fundit duke parë rezidencën të largohej në distancë. Dhe buzëqeshi. Sepse e dinte se ajo shtëpi, ai vend që përfaqësoi aq shumë frikë dhe vuajtje, gjithashtu u bë vendi ku gjeti diçka të çmuar. Gjeti veten e saj. Të plotë. Të prekshme. Të guximshme. Të lirë. Dhe kjo, në fund, vlente çdo moment merri. Çdo sekond ekspozimi. Çdo rrahje të shpejtuar të zemrës gjatë asaj nate të paharrueshme. Sepse liria, zbuloi Bora, nuk ishte të jetuarit pa frikë. Ishte të jetuarit pavarësisht saj. Dhe ky ishte një mësim që do ta mbante me vete për gjithmonë. Të dashur